Festa shpërtheu para mesnatës përpara se listë lëvizjes vetëvendosje pasi numërimi i votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare eci me ritme shumë të shpejta, duke sjellë një pasqyrë të qartë rezultati. Mbështetësve ju drejtua edhe kreu i partisë Albin Kurti, dukshëm përfshirë nga entuziazmi fitores. Më pas në një konferencë për shtyp për mediat, Kurti tha se fitoria është e qytetarëve, ftoi partitë e opozitës për bashkëpunim dhe theksoi sigurinë se tashmë bllokadat e votimeve në parlament nuk mund të ndodhin. Dhe mbi të gjitha, ju faleminderit që sonte dhe jo vetëm sonte, po na bëni dirin verë e politikën pranverë. Kurti tha se pret bashkëpunime të ngushtë edhe me Shqipërinë dhe se sfida tashmë në parlament janë ato të fondeve të Bashkimit Evropian për planin e rritjes dhe zgjedhja e presidentit të ri brenda muajit mars. Nga numërimi 2557 kutive të votimit është Albin Kurti me partinë Vetëvendosja, që ka marrë 49.30%. Pas lëvizjes Vetëvendosja, renditet Partia Demokratike e Kosovës, e drejtuar nga Bedri Hamza me 21.01% dhe në vend të tretë është Lidhja Demokratike e Kosovës me kryetar Lumir Abdigjiun, i cili ka arritur të sigurojë 13.59%. Me thuajse të gjitha votat e numëruara, Vetëvendosja ka fituar 56 mandate në parlament, 8 më shumë se sa nënt shkurti. Kurti ka arritur mbështetjen me mbi 33.000 vota, ndërsa mbetet të numërohen ende votat e diasporës dhe ato me kusht. Partia Demokratike renditet forcë e dytë me 23 mandate, LDK 15, AK 6, ndërsa partitë e minoritarëve si gjithnjë 20. Humbësia e madhe në këto zgjedhje cilësohet LDK e Lumir Abidjikut. Pas daljes së rezultatit ai pranoi humbjen dhe tha se do të analizojë numrat duke mos përjashtuar dorëheqjen. Duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të rras me njëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Kështu Albin Kurti rikonfirmohet bindshëm në udhëheqjen e Kosovës edhe për një tjetër mandat në këto zgjedhje të pjesshme. Kurti është uruar gjatë kësaj të hëne edhe nga autoritetet më të larta të qeverisë dhe shtetit shqiptar.